Në qytetin e Vlorës po vjon me ritme puna për zbatimin e projektit për ujësjellsin e ri. Në këtë kuadër, gjatë kësaj të marte, është ndërhyrë për lidhjen e nyjeve të rjetit të ri të ujësjellsit me rjetin ekzistues. Paralelisht është punuar në lagjen 1 Maj, zona e Pyjores. Në rrugën Gjergj Araniti e njohur si Çipajt, në qendër të qytetit, zona e Kapelës, si dhe në lagjen 24 Maj. Punimet janë ndjekur nga afër nga drejtori i ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, Ermal Murati. Sipas Muratit, projekti i ri është duke avancuar, ndërsa momentalisht është një ndër fazat më të rëndësishme, lidhje e nyjeve të rjetit të ri me atë ekzistues që sipas kreut të ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, synon mirë funksionimin e sistemit të shpërndarjes. Atëherë, projekti i ri në qytetin e Vlorës për sistemin e ri të furnizimit dhe shpërndarjes ka arritur dhe ka avancuar. Aktualisht jemi duke bërë ndërhyrjet për lidhjet e rjetit ri me rjetin ekzistues. Është pjesë e projektit e parashikuar. Sot jemi në disa pika të qytetit. Ndodhemi këtu në zonën e Çipajve, njëkohësisht është edhe në zonën e Çoles dhe një pikë pranë në qendër qytetit, pranë bulevardit. Këto pika janë më së të rëndësishme për të bërë lidhje e tyre me rjetin ekzistues, pasi do japi mirë funksionimin e sistemit shpërndarjes dhe furnizimit me ujë qytetarëve. Në kuadër të këtyre punimeve këtë të martë, është bërë stakimi i detyruar i stacionit kryesor të ujësjellësit. Si rrjedhoi është ndërprerë furnizimi me ujë i zonës bregdetare, ujë ftohtë, lungomare, 10 Koriku, Karlaja dhe Jonufra. Pjesa tjetër e qytetit nuk do të furnizohet me ujë vetëm në orarin e pasdites. Gjatë mëngjesit të ditës së mërkurë, furnizimi do të vijojë normalisht. Sipas drejtorit të ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, Ermal Murati, janë bërë njoftimet për të gjithë qytetarët dhe bizneset. Ne kemi bërë njoftimet, kemi respektuar gjitha standardet, duke filluar nga dita e diel 48 orë, dhe ditën e djeshme, qyteti parashikohet vetëm për ditën e sotme, nuk është herë e parë që kemi të tilla ndërhyrje dhe të tilla do vazhdojnë. Ne kërkojmë ndjes qytetarëve për këto ndërprerje, por jemi detyruar për t'i dhënë zgjidhje një herë mirë furnizimit me ujë në qytetin e Vlorës. Drejtori i ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, Ermal Murati, thekson se Vlora po merr zhvillim dhe se investimi i ri në ujësjellës do të ndikojë pozitivisht në turizëm dhe përmirësimin e shërbimit ndaj qytetarëve. Vlora po merr një zhvillim, dihet, bregdeti, turizmi, është një nga sfidat tona për të menaxhuar më së miri furnizimin me ujë për gjithë qytetarët, hotelerin, turizmin dhe presim të kemë zhvillime të mira duke parë hapasapi gjitha ndërhyrjet që do bëjmë për projektin e Vlorës. Murati thekson se shumë shpejt rjeti i ri ujësjellësit do të testohet në një nga zonat e qytetit të Vlorës. Ne do të vijojmë hapasapi. Mendojmë se shumë shpejt një nga zonat do të jetë pjesë e testit njëkohësisht për të furnizuar me rjetin e ri shpërndarës. Duke parë ecurinë e këtij testi, i cili është shumë i rëndësishëm, do të vijojmë edhe me zonat e tjera. Vetëm kështu mund ta çojmë para këtë projekt, duke koordinuar pak edhe me firmën njëkohësisht edhe ujësjellësi për të menaxhuar dhe lidhjet me nyjet ekzistuese dhe rjetin e ri të shpërndarës, njëkohësisht duke vënë eficiencë në funksion investimet e kryera në zonat caktuara. Projekti i ujësjellësit të ri të qytetit të Vlorës përfundon këtë vit, por sipas drejtorit të ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, Ermal Murati, përveç rjetit shpërndarës, parashikohet edhe sistemi i ri i pompimit, një dhomë rekomandimi në depon kryesore me një sistem modern, si dhe një sistem të ri SCADA për monitorimin e anomalive apo flukseve të kërkesës për ujë të qytetit. Murati thotë se synim është edhe kthimi i rrugëve në gjendjen më parshme në qytet, duke qenë se jemi në prag të sezonit turistik. Përfundon në 2026. Ne do shikojmë hapasapi sepse nuk është një projekt i thjeshtë, po flasim që prek 70% të qytetit Vlorës, 70% të popullatës. Njëkohësisht projektet kanë një veçori sepse janë të integruar edhe me projekte tjera paralele. Ky projekt nuk parashikon vetëm sistemin e shpërndarës, ne kemi një nga objektivat tona kryesore një herë të mbyllim problematikat e rrugëve të çara dhe të asfaltohen për mos ndikuar në trafikun dhe në fluksin e madh të turizmit që kemi duke filluar. Vlora fillon shumë shpejt që nga prilli deri në tetor, nga eksperjenca e vitit të kaluar. Projekti parashikon dhe sistemin e ri të pompave. Duhet ta dimë dhe këtë pjesë dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme, të cilat janë instaluar. Parashikon dhomën e re të komandimit të depos qytetit, ku do ketë një teknologji moderne për operimin e saj, parashikon dhe një sistem të ri SCADA për monitorimin e gjitha anomalive, problemeve apo flukseve të kërkesës për ujë në qytetin e Vlorës.